Libri që kam në dorë me titullin Trashëgimia kulturore orientale dhe islame në Shqipëri, me autor studiuesin dhe orientalistin Ermal Bega, na fton të reflektojmë për një trashëgimi të vyer në Shqipëri dhe që shpesh është lënë pas dore, ose në hijet, themi më mirë, ndonse ka pasur lidhje me kulturën, me arsimin, me shumë çka në historinë shqiptare. Kam kënaqësinë që në program të kem studiuesin Ermal Bega, mirë se vini, për të folur për këtë studim tuaj. Në fakt është një përmbledhje edhe kumtesash që keni mbajtur në aktivitete të ndryshme dhe që i kushtohet kësaj trashëgimie gati 6 shekullore në Shqipëri. Atëherë, falenderoj për ftesën për të prezantuar librin tim. Dhe e vërtet, është një periudhë historike për 600 vjeçare, ose 6 shekuj, por do të edhe më herët, sepse ka disa dokumente arkivore, të cilat tregojnë se quajturimi oriental dhe islam në Shqipëri ka ardhur dhe më herët, duke përmendur disa marinarë që kanë ardhur në brigjet shqiptare të Ulqinit, ose letrarët persian, mistikët sufistët persian, të cilët kanë ardhur në trojë shqiptar dhe kanë përhapur fenë islame përmes duke me backgroundin, me prapavjen e kulturës së tyre nga vendi që kanë ardhur. Do thotë, shkrimet të cilat i kanë përfshirë në libër nuk janë vetëm çështje mbi çështje fetare të identitetit fetar të shqiptarëve, si musliman. Gjitha kanë vende me kulturën. Po, por janë patjetër me kulturën, duke përfshirë tradita, zakonet, arkitekturën, patjetër. Kuzhinën, gjuhën, veshjet, e folura, sepse kemi edhe një toponimet. Patjetër, kemi një bagazh shumë të madh fjalësh me burim oriental, duke qenë me burim arab, persian, po edhe turk. Tani të nisim me fillesat orientale në ato që njihen si trojet shqiptare shumë shekuj më parë. Ju thoni që 2 xhamit më të vjetra janë xhamia Milke ose e Dragashit në Prizren, e para në Ballkan dhe daton në vitin 1291, dhe xhamia e Kuqe e Beratit, një trashëgimi, thoni ju, që nuk ka ardhur nga Stambolli. Në fakt është e vërtetë, sepse përfshihen dhe 2 xhami të tjera. Beti, njëra është një fshat të Kumanovës, në kufi me Preshevën, trojë shqiptare, por është edhe një xhami tjetër e veçantë që quhet xhamia e marinarëve ose detarëve në qytetin Ulqinit. Ajo që përmendëm pak më parë. Të cilat fliten se janë ndërtuar para se të vinin osmanës si sundues në trojë shqiptare. Pse është kjo çështje? Është më rëndësi, sepse marinarët ose detarët arab, duke marrë sklever me vetë, ose europianët, dhe kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, sepse flitet se Islami në trojë shqiptar nuk ka ardhur nga shteti osman, por ka ardhur nga arabët nga Europa, nëpërmjet anijeve, të cilët sillnin dhe refugjat ose sklever në anijet e tyre, dhe ata të cilët u quajtën më vonë si arab. Dhe është një libër i veçantë i cili quhet Arabët e Ulqinit, që nuk janë arab, po janë zezak nga Afrika, të cilët erdhën si sklever në anije dhe ata ndërtuan xhamin e marinarëve në Ulqin. Por ndërkohë, edhe xhamia e Kuqe Beratit, e cila ka mbetur vetëm minare sot, dallohet ndërtimi i minares e cila nuk është në krahun e djathtë, por në krahun e majt. Kjo e bën të veçantë që të kuptohet se nuk është nga stili arkitekturor i shtetit osman, por është i veçantë. Ndërkohë, edhe xhamia e Mlikës në qytetin e vogël të Dragashit afër Prizrenit, është në mal në fakt, është një xhami e vogël e ndërtuar nga arabët para osmanëve, të cilët në ato kohë kanë udhëtuar nëpër botë pa viza, pa pasaport biles, madje. Zoj Bega, është interesante se kjo trashëgimi orientale shtrihet veçanërisht edhe tek arkitektura. Ju po përmendni xhamit, por ne shohim edhe tek ato që janë kaldrëmet e shumë qyteteve të shqiptare, kaldrëmet të cilat sot pak nga pak po zhduken. Është e vërtet, unë kam pasur një shkrim në librin tim të përcaktuar te kaldrëmet e Tiranës, një trashëgimi orientale në zhdukje. E shohim tek ura e tabakëve, ajo që është pjesa më e dukshme e urës. Patjetër, por janë dhe shumë shtëpi në qytetin e Tiranës, të cilat janë ndërtuar me oborin me kaldrëm komplet përveç lulishteve, që janë dalluar në stili oriental, me kaldrëme, me pemë, me fruta, dhe thot për të dhënë një pamje, një imazh të orientit ose të parajsës me qartë, sepse me atë stil janë bërë. Por gjithsesi do të përcaktoj atë diçka tjetër, Beti, se trashëgimia orientale tek shqiptarët nuk është përfshirë vetëm me çështjen e ndërtimit të objekteve fetare xhamisë, por duhet të dinë një histori se qytetet më të njohura shqiptare, duke përfshirë Gjirokastrën, Beratin, Elbasanin, Tiranën, Shkodrën, Kruja, të cilat janë ndërtuar
në kohën e shtetit Osman, në kohën kur shqiptarët e Krishterë u bën shumica musliman, atëherë ata ndërtuan dhe qytetrimin. Kemi rastin e Tiranës, ndërtimi i xhamisë vjetër, hamami, çarshia e vjetër, por edhe fura e bukës, si qytetarët merrnin furrë bukë falas pas kryes riteve fetare. Kjo është një qytetrim i cili nuk e bën të veçantë në krahasim me qytetrimet e tjera që kemi kaluar më herë, qoftë ilire, qoftë të krishterë romake, qoftë krishterë bizantine, të cilat nuk kanë pasur një qytetrim të lënë trashëgimi në trojë shqiptare sot, përveç kishave. Po, për fat të keq, kjo trashëgimi orientale dëmin më të madh të saj e psoi gjatë periudhës së komunizmit, kur shumë çka u shkatrua edhe pas vendimit të 67-s për të rrafshuar xhamit edhe kishat, objektet e kultit. E vërtet, shkatrimi i trashëgimisë orientale dhe islame në Shqipërinë londineze do ai quaja, ndodhet pikërisht në sajt të sistemit diktatorial komunist që pson në Shqipëri, edhe është një fatkeqësi e madhe që shkatrimi i diçkaje për ndërtuar diçka tjetër e rënoi trashëgiminë e një populli, duke ndërtuar objekte ose ndërtesa banimi me një arkitekturë shumë të shëmtuar dhe të errët të cilat ne i jetojmë sot. Do thoya edhe diçka se në çdo vend që kam udhëtuar, kudo kam takuar, kam parë me sytë e mi që çdo vend, qoftë në trojë shqiptare, po edhe në Evropën perëndimore, po edhe në lindje ku kam studiuar dhe udhëtuar, kam parë se cili qytet ka qytetin e vjetër ose Old Town që quhet. Sepse për treguar që kjo është historia jonë në një periudhë caktuar, qoftë në Evropë që e kam parë, po edhe në Azi, në linjën e mesme, për shembull vend arabe, në Iran ose në Uzbekistan, secili ka një vend, një çarshi të vjetër, një pazar të vjetër. Ne kemi pas në Tiranë, po ne e shkatruam nga vetë ky popull doli një fare zez. Në Kosovë ruhen shumë mirë për shembull. Jo, do thoja më shumë në trojë shqiptare Maqedoni. Prishtina e ka shkatruar çarsheve. Prizreni e ka Gjakova. Prizrenit më shumë. Prizreni dhe Gjakova ende kanë sot edhe Peja deri diku. Ndërkohë në trojë shqiptare Maqedoni Shkupi e ka edhe Ohri e kanë ruajtur edhe Struga madje dje u ktheva nga Struga, e kanë ruajtur një trashëgimi orientale se mos çarshinë e vjetër. Zoti Bega, për një orientalist, sa i rëndësishëm është leximi i dokumenteve dhe ku gjenden sot dokumentet orientale? Leximi i dokumenteve përveç se në arkivin e shtetit, a? Ësakt. Në Shqipëri, në Tiranë posaçërisht ne kemi bibliotekën kombëtare, e cila ka një arkiv shumë të madh të dëshkrimeve orientale, jo vetëm osmane, por edhe perse, edhe osmane, edhe arabe, të cilat janë ruajtur. Dhe këto punë, një orientalist i cili merret me trashëgimi, me dëshkrimet, me tjera, është më i gjerë se sa një osmanolog i cili do të merret vetëm me dëshkrimet osmane të periudhës osmane. Dhe përveç bibliotekës kombëtare, ndohen edhe në arkivin e shtetit, por edhe në një bibliotekën Sotir Kolea e cila gjendet pranë urës së tabakëve, është këndi i bibliotekës kombëtare të Tiranës. Do thotë, janë vende edhe Instituti i Historisë mund të ketë ruajtur diçka, por ka dhe organizata kulturore të cilat merren me trashëgimin në Tiranë, një prej tyre është Qendra Shqiptare për Studim Oriental që unë drejtoj, ku ne kemi një numër të madh dëshkrimesh orientale, kemi dhe dokumente shqip me alfabetin arab, që janë pjesë e kulturës së trashëgimisë orientale. Kemi shumë dokumente orientale, çështja është kemi fare pak studiues ose orientalist, numërohen me gishtat e dorës dhe nuk kemi asnjë katedër të orientalizmit. Pikërisht këtë e kam përmendur në libër. E keni përmendur duke e kërkuar si diçka të domosdoshme për studimin e kësaj kulture dhe kësaj trashëgimie. Mendoj se është shumë e domosdoshme mbetje sepse orientalistët kanë një përgjegjësi shumë të madhe, jo vetëm për historinë e shqiptarëve dhe trashëgimin ton, duke përfshirë gjuhën arabe, gjuhën turke, osmane dhe perse, qoftë nga ana e kulturës, qoftë nga ana arkivistike, qoftë nga ana e qytetërimit, qoftë nga ana e letërsisë. Letërsia orientale ka nxjerrë figura të mëdha dhe këto mund t'i bëjë vetëm një orientalist krahas studimit të gjuhës osmane dhe letërsisë. Do të studiojmë letërarë shqiptarë që janë dhënë kontribuojnë në botë, qoftë në botën orientale, duhet përfshirë gjuhën arabe dhe shtetin osman, qoftë edhe shqiptarë që kanë dhënë kontribute në periudhën sidomos të shekullit 17 dhe 18 që njihet dhe letërsia e Betexhive ose alhamjada shqiptare. Me termin perëndimor, alhamjada shqiptare, e cila përshkruan përmban një
një pasuri të madhe të këtij kombi shqiptar që ne kemi jetuar, që për fatkeqësi u shkatruar në komunizëm. Dhe pikërisht orientalistët janë ata të cilët duhet merren me këtë studim. Dhe kur përmendim orientalistët, ata që kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në studimin e kësaj historie, nuk mund të lëm pa përmendur Vexhi Buaran, Osman Myederizin apo siç thoni ju Haki Sharofin. Patjetër. Megjithatë thoni që puna e tyre e çmuar është vjedhur ose është përvetësuar në mënyrë të padrejtë nga studiuesit. Përse nuk i jepet Cezarit ajo që i takon Cezarit? Përse nuk thuhet publikisht kush janë ata që e kanë vjedhur? Është e vërtet, në disa nga shkrimet e mia të publikuara në këtë libër, kam përmendur se kontribuet e mëdha të Vexhi Buaras që përmende, Osman Myederizit, Haki Sharofit, Hafiz Ali Korçës, por edhe Hafiz Ibrahim Dalliut, e shumë të tjerëve, të cilët i kanë njohur gjuhët arabe në majt gishtave, persishte e kanë njohur që kanë përkthyer dhe nga origjinali persisht kanë përkthyer lirësinë origjinale të atyre popujve, edhe nga osmanishte që kanë përkthyer dokumente, ku një prej tyre është Haki Sharofi me Vexhi Buaran. Pse u voll puna e tyre? Ata i shfrytëzojnë sistemi komunist për t'i futur në Institutin e Historisë dhe të Arkivit. Ndërkohë, nuk ja dha të drejtën atyre, siç e përmendet të jepte i drejta Cezarit, por ja vodhën disa njerëz të cilët ishin pjesë e partisë politike dhe nuk ishin të haftë që nuk e njihnin osmanishtën as pak. Dhe disa prej tyre mbase jetojnë dhe sot, disa prej tyre janë edhe profesorë diku që njihen si osmanolog, por në fakt nuk kanë qenë asnjëherë në shtetin osman, nuk kanë qenë asnjëherë në Turqi për të studiuar pikërisht për këto arkiva. Dhe emri i tyre fatkeqësisht, emri i Vexhi Buaras ka ngeli thatë. Emri Hafiz Ali Korçës ka qenë thatë që ka përkthyer nga arabishtja, nga osmanishtja, kanë ngelur të thata dhe nuk kanë një rrugë që në Tiranë për shembull që të jetë emri Hafiz Ali Korçës. Edhe do thotë figura të tilla ja kanë vjedhur përveç punës, por edhe kontributin kulturor. Te Haki Sharofi do të ndalesha pak që përmende ai ka qenë drejtori i fundit i medresesë Tiranës, një osmanolog shumë i shkëlqyer, ku disa për librat e tij mi ka besuar djali i vet për t'i ribotuar, dhe ja kam shkruar në kompjuter sepse i ka shkruar me dorë. Dhe djali vet më tregon histori që është ende gjallë, në moshë të thyrë, më ka treguar se kontribuet e babait të vet shumë veta ja kanë vjedhur në Institutin e Historisë. Ndërkohë, nëpër internet mund të gjesh ose të shkrimi im, mund të gjesh emrin e dikujt që ja ka vjedhur dëshkrimet Vexhi Buaras. Për fat keq komunizmi e futi për të prerë biletat e Berberhanës të Beratit, duke nënçmuar moralisht atë dhe për t'ia marrë dhe punët e veta. Sepse nëse ti e lën dikën në hije, ti patjetër do t'ia vjesh punët. Do thotë kujt do japësh dikujt që nuk e meriton. Zot Bega, ju shkruani në këto studime sa për identitetin gjysmak të shqiptarëve, sipas të cilit ose duhet i përkasim Orientit ose Europës, kjo është një çështje delikate e cila nuk mund të sqarohet vetëm me një të rënd të lapsit ose vetëm me një të hapur të gojës. Islami në kohën pas sistemit komunist o ateist në Shqipëri është treguar ashtu siç është në të vërtetë. Domethënë, i njëjti islam që ka ekzistuar gjithmonë, ndërsa ata persona që kërkojnë me do e mos të identifikohen sot me identitet të krishter europian, janë pjell e atij sistemi. Në fakt, kjo përbën edhe boshtin e asaj polemike të famshme mes Qoses dhe Kadares për identitetin europian të shqiptarëve, çka ju duket sikur e mohonin në fakt. Ndërkohë që historia ka treguar që paraardhësit tanë kanë qenë këtu, Skënderbeu ka qenë i krishter, pra është një popullsi e pushtuar dhe që fen islame i islamizuar me dhunë. Do të bëj një parantezë Beti, për këtë pyetje është shumë e rëndësishme. Po. Patjetër paranteza duhet bërë, sepse çdo qytetërim i cili ka kaluar në Shqipëri, qoftë në Shqipërinë londineze, por edhe në trojës të tjera shqiptare, qoftë qytetërimi bizantin, qoftë qytetërimi romak, qoftë qytetërimi i perandorisë bullgare, i cili ka rënë në Shqipëri, qoftë qytetërimi perandoria serbe që na ka pushtuar, qoftë edhe ai osman, të gjitha janë munduar të lejnë gjurmët e tyre në këto popull. Por në rastin e islamit, i cili është shumë i rëndësishëm, do të thoya, me qytetërimin me atë trashëgiminë e një populli, i cili në Shqipëri është ndëtuar vetëm nga shqiptarë, nuk është ndëtuar nga osmanët. Do thotë qytetërimi islam, qofshin xhami, qofshin veshje, qoftë ushqimi, qoftë kultura, është diçka e popullit tonë Beti. Po është sjell nga diku. Burimi është Islami. Islami ka qenë burimi i qytetërimit në botë. Prandaj njihet qytetërimi islam, ndërkohë para qytetërimit islam ne nuk kemi pasur qytetërim tjetër.
E nëse do t'ishte quhetrim arab, siç mund të akuzoj dikush, ose quhetrim lindor, atëherë edhe Jezusi vetë ka qenë i lindjes, nuk ka qenë perëndimor ose evropian, por edhe para Islamit ose para profetit Muhammed do t'ishte një quhetrim i arabëve, por ndërkohë nuk ka fakte historike që tregon se ai quhetrim ka qenë quhetrim arab. Prandaj pas ardhes së profetit, megjithatë ka dokumente të rëndësishme osmane që tregojnë se popullsia shqiptare ka qenë një popullsi plotësisht e krishterë. Patjetër, është e vërtet. Ne kemi pranuar këshin paradësit tanë, kanë qenë të gjithë krishterë, por para asaj mos harrim se kanë qenë pagan. E kjo nuk përmendet fatkeqësisht në historiografinë shqiptare, do thotë është lënë pezull ajo histori e paganizmit shqiptarëve dhe është përcaktuar vend të krishterimi, ndërkohë a mund ta heqim dot 600 vjeçar të këtij quhetrimi islam dhe trashëgimie orientale në Shqipëri? Pse historiografia vetëm gjatë sistemit komunist u mundua ta zhdui të trashëgimin bete. Për këtë mendoj që çdo popull ka identitetin e vet i cili në periudha të ndryshme ka pranuar diçka ndryshe. Ju thoni ta zhduk tek këtë trashëgimi, ndoshta ti kthehej një fryme më europiane. Dhe kjo nisi që me kohën e mbretit Zog, me ligjet për heqjen e perçeve, për laicitetin e shkollave dhe të vetë shtetit shqiptar. E vërtet edhe pranojmë, por ai nuk shkatroi trashëgimin. Po. Nuk shkatroi identitetin që e ka ndërtuar paradësit e tij. Këtë duhet dal. Do thotë gjyshit e tij, familjarët e tij, familjarët tanë që kanë qenë më herët, ata kanë ndërtuar diçka beti. Nuk mund të presim që ta shkatrojmë atë edhe për ndërtuar diçka tjetër. Patjetër e pranojmë Zogun, unë jam dashamirës e Zogut sepse ai bëri modernizimin e shkollave dhe lagimin e perçeve, por ai nuk e shkatroi quhetrimin islam, nuk e shkatroi xhamin, nuk e shkatroi shtëpitë e vjetra. Ndërkohë dua të lexoj përsëri diçka që shkruani në këtë libër. Fatkeqësisht thoni të gjitha problemet më të mëdha që u erdhën shqiptarëve ndodhën pas shpërbërjes së sultanatit Osman dhe me krijimin e shteteve kombe, duke u larguar nga themeli i bashkimit të gjithë muslimanëve në atë shtet të vetëm dhe shumë të madh me bazë islamin dhe qytetërimin islam. Muslimanët nisën të ndahen dhe të përçahen, shumë menjëherë që në vitet e para të shekullit të 20, duke vijuar më pas me kolonializmin modern europiano-perëndimor, të cilët bën të mundur zhdukjen e vazhdimësisë së qytetërimit islam. Këtu po mohoni atë kontribut të Zogut për modernizimin e Shqipërisë dhe që në fakt nuk synonte shuarin e islamit, por thjesht dhënien e një fytyre më europiane të Shqipërisë. Nuk flas për Zogun. Atë flas për perandorin bullgari që erdhi, për perandorin malazezo serbe, e cila erdhi që shkatroi trojë shqiptare, shkatroi Shkodrën serbët me... Po, jo me që i referoheni viteve 20 të... Patjetër ishte fillimi i shekullit, mbas ndarjes në sultanati Osman ose shteti Osman, Greqia erdhi pushtoi Çamrin, filloi luftën civile. Pra mendoni që Shqipëria do të kishte qenë, ose territori atëhershëm do të kishte qenë më i zhvilluar duke ruajtur atë frymë islame orientale? Jo, trashëgimia nuk duhet zhdukur, me këtë mendim jam. Trashëgimini i popullit leje siç ka qenë në një periudhë caktuar kohës. Ti zhvilloje. Për shembull, ka prasjen e Tiranës. Pse u prish çashia e vjetër e Tiranës? Pse nuk u lajë trashëgimi dhe të zhvillonte Tirana në hapësirën më tej? Me këtë qëllim flas. Do të thotë trashëgimin, qoftë krishterë që kemi pas, qoftë islami që kemi pas orientale, qoftë diçka tjetër, ti leje atë, po zgjeroj qytetin aty ku ke boshllëk. Ndërkohë sot çfarë ka mbetur nga kjo trashëgimi orientale në Shqipëri? Pikërisht dal tek ajo që e përmendëm gjatë bisedës sonë, se trashëgimi në Shqipëria ka shumë bete. Dy qytetet më të njohura të Shqipërisë janë Berati dhe Gjirokastra, janë pjesë e UNESCO-s, trashëgimisë orientale të UNESCO, pikërisht për trashëgimin orientale të Islamit. Kaldrëme, shtëpitë e vjetra, rasat e gurit të Gjirokastrës, dhe kjo është për të vlerësuar sepse shteti Osman si sundues në trojë shqiptare nuk e shkatronte trashëgimin që ke pasur si popull, por i bënte objektet fetare në krahasim të njëjta me shtëpitë e vendit. Nëse Gjirokastra ka pas shtëpi me rasa guri, edhe xhamin e ke xhamia e veçës e Jezusit është me rasa guri. Ndërkohë xhamitë e Tembellut në Tiranë ose e vjetra, shtëpitë e Tiranës kanë qenë me tjegulla, edhe xhamitë e ke me tjegulla. Do të nuk është prish trashëgimia, ka pas një shmëri, kupton? Dhe Tirana për fatkeq ka mbetur vetëm ura e tabakëve, 300 vjeçare, ka mbetur edhe disa shtëpi të vjetra, edhe xhamia e Tembellut, edhe xhamia e Kokonozit ose e pazarit te Pazari i Ri, të cilat janë simbole të Tiranës. Po ndërkohë çashitë e vjetra, trashëgimia, tirçet e veshjes së Tiranës, kultura është zhdukur.
por prap Kruja, Elbasani, Korça, të cilat janë qytete, duhet përfshirë dhe Bratën e Gjirokastër, të cilat janë qytete të krijuara nga muslimanët, që dihet dhe historia, për shembull Mirahori i Korçës, ose Gjirokastra, ose Berati që ka pas shqipëritë e mëdha, do të kanë qenë ose në Shkodër që janë qenë familja Bushatlive, do të familjet e mëdha kanë ndërtuar qytetërim islam në këto troje. Dhe çfarë ka mbetur në këto qytete më shumëte? Sa orientalist ka sot në Shqipëri? Nuk dua të jem shumë modest, por konsiderohem orientalist i parë nga Tirana, nga Shqipëria, dhe jo vetëm me diplomë, kjo është shumë e rëndësishme, por edhe me kontribute, sepse në vitin 2006 kur diplomova në fushën orientalistikës në Universitetin e Prishtinës, sepse nuk ka Tirana përfatkeq, hapa qendrën shqiptare për studime orientale dhe bashkëpunova me shumë personalitete të Shqipërisë e Tiranës, të cilët ishin ose osmanolog, ose arkivist, ose historian, të cilët kishin dhënë kontribute me lehtësitë dhe gjuhët orientale, por edhe arkivistike. Sepse orientalisti duhet përfshi gjuhën dhe lehtësinë arabe dhe turke, gjuhën dhe lehtësinë arabe perse dhe gjuhën dhe lehtësinë osmane. Do thotë edhe turke gjithashtu. Do thotë është një qytetërim, është një arkitekturë, është një kulturë, psikologji, trashëgimi e vendet lindjes për ti studiuar. Për fat, e fal edhe emrave, disa prej emrave të studiuesve që përmendëm, letërsia orientale, veçanërisht ajo perse, është shqipruar në një pjesë të mirë të saj në ato që njihen si kryeveprat botërore, Gjulistani, Bostani e shumë të tjera. Ju falenderoj që ishit në një grush librash, pra një ftesë për lexim për këtë studim, trashëgimia kulturore orientale dhe islame në Shqipëri nga Ermal Bega. Faleminderit. Faleminderit.